Çmimi i karburantit në Toronto drejt rekordit 2 vjeçar. Çmimet e karburantit në Toronto dhe zonën e GTA pritet të rriten sërish, duke arritur nivelet më të larta të 2 viteve të fundit. Sipas analistit kryesor të naftës në Enpro, Roger McKnight, çmimi në pikat e furnizimit pritet të rritet me 5 cent, duke arritur deri në 175.9 cent litër këtë të diel në shumicën e stacioneve në Toronto dhe GTA. Ky nivel afrohet shumë me rekordin e fundit për 178.9 cent litër, i shënuar në prill të vitit 2024. Në total, që nga fillimi i këtij muaji, çmimi i benzinës është rritur me rreth 40 cent për litër. McKnight thekson se lëvizjet aktuale të çmimeve nuk po ndjekin më modelet tradicionale të tregut. Në të kaluarën, çmimet në pompë pasqyronin ndryshimet në tregun me shumicë me një vonesë të 24 orësh. Tani kjo nuk po ndodh më, u shpreh ai duke shtuar se çmimet po lëvizin jashtë parametrave normal. Rritja e çmimeve lidhet drejt për drejt me zhvillimet globale, veçanërisht tensionet në lindjen e mesme. Pas sulmeve me raketa nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli ndaj Iranit, tregjet e naftës kanë pësuar luhatje të forta. Si kundërpërgjigje, Irani ka ndërprerë dhe sulmuar disa dërgesa nafte në ngushticën e Hormuzit, një rrugë kyçe ku kalon rreth 20% e naftës botërore. Çmimi i naftës Brent, standardi ndërkombëtar, është rritur ndjeshëm, nga rreth $70 për fuqi para krizës deri në $119.50 këtë javë. Të premten, Brent u mbyll në $112.19 për fuqi, ndërsa nafta amerikane në $93.32 për fuqi. Situata aktuale tregon një presion të vazhdueshëm mbi tregjet globale dhe paralajmëron se konsumatorët në Kanada mund të përballen me çmime edhe më të larta në ditët në vijim.